Një prej simboleve të historisë së Kosovës, Adem Demaçi, njeriu që ka bërë më shumë se askush burg për Bashkimin Kombëtar, i është kthyer sërish idesë së tij gjatë një takimi të hapur në Universitetin Vitrina. Duke ju drejtuar studentëve, Demaçi tha se ka ardhur koha që shqiptarët të hartojnë një strategji për të dhënë fund ndarjes në 6 pjesë të kombit shqiptar. Ne duhet mos pari të bashkohemi me vetveten tonë, të gjejmë mënyrën që ato 6 pjesë të bashkohen, në mënyrë që të bashkohemi edhe njerëzimit dhe në mënyrë që të tejkalojmë edhe këtë pjesë ku ka mbet prapambeturia e pranishme, ta tejkalojmë. Për rrugë të ndryshme që propozojnë njerëzit për Bashkimin Kombëtar, disa duan ta bëjnë Bashkimin Kombëtar në atë mënyrën klasike, më njëherë luftojnë që t'i ndrojnë kufit, edhe nuk kanë të qartë se ne jem popull i vogël, jem të rrethuar me shumë popull tjerë dhe jem të rrethuar me popull jo fort dashamirës. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Universitetit Vitrina, Edmond Vlanshaj, e cilësoi Demaçin një potencial të mbarkombit shqiptar. I thash vetes, po si ka mundësi unë të mos jem në panel për të ndërru atë që është mendja më e ngritur e kombit shqiptar tani që është gjallë, Adem Demaçin. E prandaj unë jam këtu në panel. Gjatë këtij seminari, studentët e Universitetit Vitrina patën mundësi të marrin përgjigje nga Adem Demaçi lidhur me një sër çështjesh që kishin në fokus jo vetëm Kosovën, por të gjithë trevas shqiptare.